komente dhe për atë po i lëse. Asi këshim pranua? Se janë aty të përfshira në aktë gjykim. Do me thonë, profa Rahmani e shpërfaqi një situatë që është po besoj kështu këgja e rëndësishme për me kuptu që ka bu gjykata kushtetuese. Fatkeqësisht, unë tashmë jam i bindun që gjykata ka ra në këtë diskutimin politik të përditshëm të shoqënisë tonë. Pra, kjo është një problem serioz për vendin. Pra, sa herë ka presion politik e të përditshëm e diskutim gjykata me gjas ndikohet dhe mundohet me balancu. Dhe në momentin kur fillon me balancu, atëherë je duke pleqnu. Pra, mundohesh të qysh me pleqnu situatën qashtu që i forti me dalë pak ma i knaqur se këta tjertë, e këta tjertë mos muni krejt edhe keq. Një farë parimi këgja primordial, mos me përdor të njëjtën fjalë si profa, po primitiv. Primordial, gjithsesi, edhe në fund krejt, një gabim, besoj, i cili e pasën edhe një gabim të kalum gjykatës kushtetuese që e ka shëndru në një republikë parlamentare edhe e ka uzurpu një karik të kuvendit me idenë që i pari gjithë qysh e bë kryetarin, e ka rëdzu parimin e parlamentarizmit, tash e kemi edhe një budallak të radhës. Pra, budallaku radhës o kë. Thot, diçka që është e definu me sakt, pra nuk ka vend për interpretim, është 30 ditë. Nuk ka vend për interpretim këtu. Thot që veç qëtë herë pe interpretojna. Veç qëtë herë? Veç qëtë herë pe interpretojna. A pëtim pe interpretojna qëtë herë se na po mundë me paramenu, që në tardhën mundë me pasa petë që si raste, e pra veç qëtë herë lena një njëve. Ama mos ju lajmë. Ama po. Do me thonë, ma nuk bën. Ma nuk bën. Tash. Njerë ta fali, mos më kushtaj edhe tjetër. Nuk po besoj që kjo është njëra bre që është ndërtuat si me thonë, precedenti kushtetues i cili shërben historisë dhe të ardhmës. Kjo është problem serios, sepse këto vendime, më pastaj në vendime në cilat që ka jurista këtu shumë, gjyqtarët në të ardhmën thirën. Që shtë ndërtohet kjo? Që shtë ndërtohet? Na hina do folë për sa vjetë kushtetues që hina të zbatu? 2008-ës. I 2008-ës. Halo 20 vjetë që më bo, në çdo vjetë ka një precedent të ri për ndërtojna, e kena bo kushtetutën. Thash edhe në emisionin e kalum, si llastikin. Varësisht kush ja ka pak i nati vjësës, varësisht kush u zgjedh për Albinit, varësisht kujt i kalën mandatin 2027-ën. Pra, gjithmonë duke u nisur interpretimi si pas personave të përveçëm. Po, pra dhe presionit publik, sepse për ime, ktheu një edhe njerë në nenin në fjalë. 30 ditë bre është diçka që përpes nuk dush më konë as jurist, as doktor shkencë, shkrumbre, veç dush me ditë shkrim lexim bazik. Bazën, e shkrim leximit. Baza shkrim leximit të hep këtë lexim, ty nuk mund është ti me thonë tjetër. Tash, çka bojnë këta? Këta qonë një prezidente, e cila vepron bazë qatineni, me gjasë dhe me lexu ma shumë se këta, e shpërndon kuvendin, këta qonë thëjnë, një ka dale, nga për kushtetut kullëm, na. Që ma dikush një pyetje? Do më thonë, këta e në të e bo vetën lojtar politik. Gjykata kushtetuese. Absolutisht. Këta e në bo lojtar politik, dhe jo përfajnë e këtëne, që mës të më keq kuptojnë. Se pastaj do të del dikush të thot me një pjesë zedhi. Po, jo përfajnë. Me të drejtë ka thonë, po tu. Do më thonë, qohën se cilën telashe që s'din me zgjidh, e tha edhe avokati, ta qohën e besin. Qa po thuti? Jo, pse kanë me marë fort parasysh që ka thonë, se apet kanë me quna i pyetje në gjykatë kushtetuese tash. Sepse son të Albudena në tregoj që ka me ndonë. Kush e kuptove të vendosin e din që ka na tha. Son të në dhe ngëni. Krejt afatet ligjore, mundësit ligjore, komishter, dhe sa se zgjedhin presidentin tënë. Që të tha? Që ke mesazhi politik. Në më thonë, na kena me quni emër, mërtet i kena në nëshkrimet, qenë ka një vendim që nuk mundën mu tërhek në nëshkrimet,
Mdoket tash, nuk jam i sigurt. Nej, se duhemi me këshyrë, po e kem një proces aty. Nuk ka nevojë hiç me qenaj, se këtu konsiderohet procedura e fillume. E fillume. Po nuk mundet me ndru procedura. Nuk mundet me ndru procedura, tash duhet me qiti kandidat i cili është ose kompromis politik, ose konsensual, dhe duhet vetë vendosja me votu kundër Glauk Konjufcës. Me votu kundër Glauk Konjufcës. Po hajtë Glauku di qysh edhe se qysh thot edhe ai vetë vendosja të bëtë tëk, do me thonë, po fatmirës që a i bojmë. Do me thonë, duhet me votu kundër 2 kandidatëve të vetë vendosjes. Esencialisht, ata themi, kështu të citojnë atë Dugaxhin Goranin. Krejt lejoja është mu siguru që data zgjedhjeve ndodh për popullin që vjen. Krejt muhabetja këto. Zgjedhje po e din edhe vetë vendosje që po shkojmë vetëm për datën. Vetë vendosja i ka veç dy qëllime. E qëllimin e parë, ja ka nimu gjykata kushtetuese sot me bo. Cili është? Me shfry kapacitetin politik të Vjosa Osmanit. Në më thonë, kjo është se një parë që... Ja ka ndihmuar gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese ja ka ndihmu absolutisht. Pra, gjykata kushtetuese ka lënduar zonin Osmani. Politikisht po. Politikisht po. Sepse Vjosa Osmani me datën 5 prill, nëse s'gaboj, nuk është më prezident dhe mund të angazhohet politikisht. Dhe besoj dhe uroj që angazhohet politikisht. Dhe që ka bu gjykata kushtetuese, i ka dhonë një vegël serioze vetëvendosjes me bo ato që di mas mire me bo. Me sulmu në karakterin. Dhe kanë me bo këtë punë. Kjo është e pashmangshme. Dhe dyta ja ka dhonë edhe një vegël tjetër. Për mi shty zgjedhjet sa më afër popullit që vjen. Pra, një kundërshtar serioz Zotit Kurti i ka dhonë goditje, kjo veprim politik, dhe e dyta, ka ndiku drejt për drejt në datën e zgjedhjeve. Në kundërshtim me diçka që nuk është si me thonë, e interpretueshme, e që është 30 ditëshi. Dhe në këtë muhabet, nuk mundemi mës me arë në përfundim, s'pakun nuk mës me arë në përfundim, që gjykata kushtetuese është bë vegël politike e subjekteve varësisht për interesave dhe nevojave të tyre. Këta duhen me qenë mjaftueshëm gjakftot, që me e kuptu kur po bën vegël, dhe mës me u bë vegël. Ka që kjo loj. S'ka këtu kur gjë tjetër. Këta e mba thjesht një vegël e kujt do që ka nevojë një hap ose një hapësirë politike. Kësaj radhe janë bërë vegël e vetëvendosjes. Absolutisht. Dhe jo veç kësaj radhe, bre? Jo veç kësaj radhe. Dhe me thonë, atash nuk jemi sonë të këtu, po mundemi ndërsa me bo një emision, me këshu vendimet gjykatës kushtetuese. Ja vlenjë, si do mos të vitit kaluar dhe... Që do me thonë, sa herë sulmon vetë vendosja gjykatën kushtetuese, në fakt, o tu e sulmu një prej trupave që i ka shku për shtati këgja shumë. Kështu që mirë me bo një emision të tim. Unë besoj që kem që argumentojmë. Unë